Shikues të nderuar, jemi rikthyer në studio në këtë hapësirë të intervistës. Turizmi është një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë së vendit. Jemi në prag të çeljes së sezonit turistik dhe për këtë do të kemë një lidhje me Skype me zotin Zak Topuzi, kreu i shoqatës operatorëve turistik të Shqipërisë. Zoti Topuzi, të përshëndes. Përshëndetje. Cilat janë pritshmëritë kryesore të operatorëve turistik sa i përket këtij viti? Jemi në prag të çeljes së sezonit turistik. Sigurisht që ka premisat të jetë një vit më i mirë se viti 2024. Kjo duket nga ecuria e 3 muaj e gjysmë të pjesës parë të vitit, ka mbi 14-15% më shumë lëvizje të thuajve në për Shqipëri. Sigurisht që është një trend që pak a shumë është botëror, por Europa sigurisht që është pjesa më e rëndësishme e turizmit botëror dhe ka pak a shumë një trend rritje, por Shqipëria ka një trend akoma më të madh. Sezoni është përgjithsisht nuk ka më tani sezon. Kryesisht turistët lëvizin gjatë pjesës parë të vitit dhe pjesës fundit nëpër qytetet e Shqipërisë. Tirana përpunon gati gjysmën e turistëve që vinë në Shqipëri dhe duket një situatë pozitive, ndërkohë që zgjedhjet nuk po ndikojnë siç mund të mendohej më parë që ka pasur tensione dhe do më ndikoni këto negativisht. Nëse do të kemi një panoramë të përgjithshme të sezonit turistik për këtë vit, si mund ta paraqesim atë? Çfarë mund të themi? Mund të themi që besoj se do jetë diku 15% më shumë se sa viti që kaloi. Ka një gjë interesante që përveç gjeneratës Z, që është pjesa më e rëndësishme që lëviz nëpër Shqipëri dhe janë ata promotori që japin dhe informacione nëpërmjet rrjeteve sociale për të identifikuar bukuritë e Shqipërisë. Kemi edhe lëvizjet individuale, familjare, ku bëhet fjalë për turistë që vinë familjarisht dhe me fëmijë të vegjël, dhe nuk është vetëm çështja e trendit të turizmit të rrërës dhe detit, por ky turizëm pothuajse është shtrirë në të gjithë Shqipërinë, duke pas parasysh dhe turizmin malor dhe qytetet e rëndësishme pastaj, si Korça apo Shkodra, dhe kjo është një rëndësi e viteve të fundit mbas pandemisë. Pra tregon që Shqipëria është një vend i sigurt, derisa vinë turistë me fëmijë dhe në përgjithësi është një vend që pëlqejë. Parësi gastronomia është numri 1 për Shqipërinë, në krahasim me resurset e tjera, dhe sigurisht klima, natyra, të gjitha këto janë elementë të rëndësishëm që ndikojnë, dhe sigurisht dhe PR-i që kanë bërë qoftë Shqipëria nëpër panajiret e ndryshme të viteve të fundit, po edhe panajirin e Berlinit e panajirin e Londrës, por dhe reklamës që indirekt i kanë bërë mediat e huaja Shqipërisë, duke cilësuar si një zbulim përgjithsisht i Europës dhe me plazhe të bukura, duke filluar që nga Ksamiri, por edhe deri në Valbon apo Theth. Nëse do të ndalemi tek interesi turistëve të huaj, është në rritje ky interes apo në ulje dhe ku fokusohet interesi kryesisht? Pra ku duan turistët e huaj të eksplorojnë Shqipërinë, në veri apo në jug dhe në cilat pika turistike? Sigurisht që më fola pak përpara që nuk është më vetëm turizëm i identifikuar për plazhin, për rërën dhe detin, por në gati e shpërndar 30% në bregde, 30% nëpër qytete dhe 30% nëpër zonat e thella malore. Pra, pavarësisht ata vinë në sezonin pik, kërkojnë të eksplorojnë pothuajse të gjithë Shqipërinë. Edhe kjo e ka bërë të mundur, këtë e ka bërë të mundur hapja e shumë, po themi, investime të reja që lidhen me
po themi agrobiznesin, agroturizmin dhe këto i japin një ngjyrim Shqipërisë, përmirësimet rrugore sigurisht i japin akses turistit për të lëvizur nga mali në det për një periudhë të shkurtër kohore, gjë të cilën nuk para e gjej në vende të tjera. Pra, tendenca është një shpërndarje e të gjithë resurseve të Shqipërisë, jo vetëm kufizuar po themi në Bregdet. Pra, kjo është pozitive dhe ka filluar të zgjatet, flisnim para 10 vjetësh për një turizëm 45 ditë. Kaloi në 60, tani ka kaluar në 120 deri në 180 ditë. Dhe kjo falë edhe efekti që ka dhënë në aeroporti i Rinasit, i cili është kthyer në një aeroport low cost dhe për moshat e treta paketat bëhen akoma më të lira dhe po ta shikosh tremjori i parë dhe tremjori i fundit janë pothuajse nga gjithë vendet e Europës, turistë të moshave të treta, të cilët vinë dhe vizitojnë Shqipërinë, jo vetëm në kryesisht domethënë turizmin kulturor. Zoti Topuzi pak më herët më thej që panajiret kanë ndikuar për mirë në styrin e të huajve për të qenë në qendër të vëmendjes Shqipëria dhe destinacionet e mrekullueshme të saj. Po sa i përket sfidave që hasin operatorët turistik, cilat mund të jenë ato, nëse mund të veçojmë disa? Sfida kryesore është shtrirja e sezonit, pavarësisht se flasim për 100 deri në 180 ditë. E rëndësishme është që ne duhet të synojmë një turizëm 12 muaj gjithë vitin. Dhe kjo do të bëjë të mundur që po themi pjesa e personelit të ketë një punë të qëndrueshme gjatë gjithë vitit, por dhe të kesh mundësi të kesh personel të trajnuar dhe sigurisht që një punë e gjithëvjetore i jep mundësi që ti të kesh punonjës të kualifikuar. Sigurisht një nga problemet e tjera është mungesa e kapaciteteve akomoduese, pra rritja e numrit të turistëve ka ecur më shpejt se sa plotësimi i kërkesave për njësi akomoduese, kryesisht të nivelit resorte dhe hotele të mëdha. Kjo duket qartë nga numri i shtretëve, pra janë rreth 60.000 shtretër hotelerie dhe 210.000 Airbnb apartamente që jepen me qira për turizëm dhe kjo nuk të jep mundësi që ti të kesh një turizëm të parapaguar, pra me kontratë dhe turizëm javor. Pra ne po punojmë me turistë ditor dhe një sasi prej 15 ose 20% janë turistë të cilët janë me kontratë të parapaguar dhe bëjmë pushime javore. Pra, është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që një turist me pushime ditore nuk mund të lerë aq të ardhura dhe ne duhet të synojmë që nëpërmjet ndërtimit të resorteve apo hoteleve të mëdha të kapim turistët e shtresës mesme të Kosovës dhe të rajonit, por kryesisht Kosovës dhe Shqipërisë, në mënyrë që ata ta gjejnë si pushimin kryesor Shqipërinë, pasi tani me heqjen e vizave për shembull për Kosovën, aty ju zon një mundësi për të eksploruar tregje të reja dhe viti që kaloi tregoi qartë, pavarësisht se ne nuk kishim një ndryshim të numrit të turistëve nga Kosova, pra ishim pak a shumë njësoj, por ka rënje në krahasim me sepse u rrit 15% turizmi në gjithë dhe duhet ishte rritur 15% dhe numri turistëve nga Kosova. Pra ne nuk arritëm dot të tërheqim turistët e shtresës mesme, të cilët eksploruan tregje të reja. Greqia u tregua shumë u tregua shumë e gatshme për të bërë paketat parazistuesme. Turqia sigurisht ka qenë një tregje e rëndësishme dhe ne duhet punojmë pra të ndërtojmë resorte dhe hotele në mënyrë që të kapim këtë kategori e cila ka mundësi të paguajë, do pushime javore të plota dhe vetëm kështu mund të rrisim të ardhurat për turistë, pasi ne pavarësisht se kemi një numër të lartë,
deri në 12 milion turistë, të ardhurat për turistë janë akoma minimale, në krahasim me rajonin. Për të ndalur tek infrastruktura, zoti Topuzi, dhe tek rrugët, pra sa i përket si çështje për zhvillimin e turizmit, si ndikojnë këto? Tek infrastruktura dhe transporti njëkohësisht. Sigurisht që ne ishim të paprgatitur për një fluks kaq të madh lëvizjesh, pasi ndodhen ndryshime qoftë në mbas pandemisë u rrit numri i turistëve që lëvizën nëpër botë, por edhe hapjes së aeroportit të Rinasit me çmime low cost, me fluturime në ditë qoftë edhe në të njëjtin destinacion, dhe kjo e bëri Shqipërinë të aksesueshme, pothuajse edhe ktheu aeroportin e Rinasit në një aeroport rajonal. Dhe ne na kapit pa përgatitur për mirësimet rrugore, duke krijuar probleme në qarkullim, sidomos në sezon, pra në periudhën maj deri në fund të shtatorit. Ky është një problem madhor, pasi një turist i cili do të mbetet në trafik për të arritur në destinacion me orë të tëra, nuk është pozitive. Ndërkohë që rajoni është përgatitur dhe Maqedonia me Kosovën kanë një artere me 130 km/h, për gjysmore mund të jenë turistët deri në Shkup dhe nga Shkupi mund të kalojnë në Greqi, fare kollaj me autostradë përsëri 130 km/h. Pra ne duhet në mënyrë emergjente të përmirësojmë korridorin e veriut deri në Durrës, dhe kjo duhet të jetë në një strategji afat mesmet, pasi nuk mund të prej gjatë, kjo nuk është çështje më para Kosova të mendoj se Shqipëria të mendoj se Kosova do të mbetet tradicionalisht në Shqipëri. Në rast se ne nuk i kërkojmë atyre lehtësi dhe nuk i japim mundësi ta kalojnë territorin e Shqipërisë për të vajtur në destinacion, në kohë sigurisht ata do të gjejnë rrugë të tjera. Pra në përgjithësi, transporti publik dhe përmirësimet rrugore janë një nga pikat më të rëndësishme që u hasën gjatë vitit që kaloi apo edhe disa viteve të tjera, për të cilën ne duhet të ndërmarrim hapa të shpejta për ta përmirësuar. Pra duhet ketë një ndërhyrje të menjëhershme sa i përket infrastrukturës dhe transportit, në mënyrë që turistët huaj të jenë më komod në arritje në destinacionet kryesore të Shqipërisë. Po nëse do ndalemi tek operatorët turistik, çfarë risish kanë përgatitur për këtë sezon, ose cilat janë ndryshimet që mund të ofrojnë tek turistët e huaj, por jo vetëm, edhe ata vendas? Në përgjithësi nuk ka ndonjë ndryshim, operatorët janë përgatitur, po themi kanë rritur standardet cilësie. Shpresojmë që menaxhimi i plazheve këtë vit të bëhet më i mirë, falë përmirësimit ligjor dhe ndarjes së territorit 30 me 70 brenda një hapësire 1000 metra, pra deri tani kishim një vijë bregdetare me kilometra të zaptuar nga privatët. Tani kemi territore 700 metra nga private dhe 300 nga publiku, dhe shpresojmë që kjo të japë mundësi turistëve që nuk duan të shpenzojnë për paguar për çadër, të gjejnë një ambient të përshtatshëm për të bërë pushime. Dhe kjo është një përgjegjësi që i shtohet bashkive dhe komunat, të cilët për thënë vërtetë nuk është se kanë dhënë në një rezultat pozitiv, ata e kanë pasur në menaxhim Bregdetin dhe nuk arritën dot ta realizojnë. Të shpresojmë që këtë vit ata të tregojnë veten që janë gjëne ta menaxhojnë këtë lloj, po themi, Bregdeti, dhe pastaj nuk ka ndonjë ndryshim të madh, domethënë përgjithsisht janë ndërtuar struktura të reja që janë me standarde dhe pothuajse në të gjithë territorin e Shqipërisë. Në përgjithësi kemi një përgatitje pozitive për këtë sezon. Po turizmi ekologjik dhe i qëndrueshëm, zoti Topuzi, si ndikon në oferta turistike? Shiko, Shqipëria konsiderohet një vend
domethënë me një po themi Bregdet jo të zënë plotësisht, pra gati 60% e tij është akoma i lirë dhe sigurisht që po themi ka natyrë në çdo cep, ka male, ka alpe, ka Bregdet, ka lumenj dhe këto janë pozitive për një vend si Shqipëria, por ne duhet të tregojmë për ambientet i cili për thënë vërtetën nuk kemi treguar të kujdesshëm, kemi pasur probleme në menaxhimin e territorit, në pastrimin e zonave të plazhit, por edhe në ujërat e ndotura, për të cilat një pjesë e mirë e impianteve të pastrimit që menaxhohen nga strukturat e qeverisë apo të bashkive, duhet futen në funksionim në mënyrë që kjo rritje e numrit të pushuesve të mos krijojë probleme në ndotjen e ambientit, pasi ne jemi akoma larg parametrave të rajonit. Pra ne kemi vetëm një plazh me flamur blu flek, ndërkohë që Malizi ka 30-40 plazhe blu flek, të cilët janë tregues të rëndësishëm për njerëzit që i njohin standardet dhe kërkojnë pushime cilësore. Në syrin tuaj, bashkëpunimi qendror dhe ai lokal, çfarë roli luan në zhvillimin e turizmit? Pra ka një rol të veçantë? Ka një bashkëpunim mes njëri tjetrit? Sigurisht që ka, por nuk është në atë nivelin e duhur, dëmohet nuk kanë funksionuar si duhet. Janë vetëm në disa qytete kryesore si Gjirokastra apo Tirana, pra nuk ka i bashkëpunim të duhur. Pushteti lokal nuk e konsideron turizmin si industri të rëndësishme dhe nuk ka stafe të specializuar, të përgatitur për të bashkëpunuar me industrinë. Pra, dhe kjo lidhet edhe me sektorin e taksave, pra vazhdojmë të mos mbledhin taksat sa duhet dhe këto taksat mos shkojnë në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës, po themi të turizmit, por është shpërndarë edhe për sektorë dhe industri të tjera. Kështu që ne shpresojmë që ky vit të jetë më mobilizues, pasi marrja përsipër e menaxhimit plazhe dhe kontrolli dhe territori janë tash me një ligj më specifik dhe shpresojmë që bashkitë e komunat të kenë mundësi të ngrenë strukturat e duhura, qoftë për kontrollin, por edhe një drejtori turizmi të rëndësishëm për sezonin turistik. Zoti Topuzi, për ta përmbyllur, cila është ajo thirrje juaj apo mesazh si për turistët e huaj, vendas, por jo vetëm, operatorët turistik dhe institucionet përkatëse në zhvillimin e mëtejshëm të turizmit në vendin tonë? Thirrja jonë është që ne duhet ta marrim seriozisht turizmin si industria më e rëndësishme për Shqipërinë. Pra ne, pavarësisht se kërkojmë dhe insistojmë për të hyrë në Europë, ne do të hyjmë në Europë me turizëm dhe me bujqësi. Nuk kemi për të prodhuar kur makina apo industri të rëndë. Kështu që marrja seriozisht e turizmit dhe rritja e kapaciteteve akomoduese, heqja dorë nga ndërtimi i vilave nëpër zonën e Bregdetit dhe ndërtimi në to i resorte dhe hotele, duhet të jetë një nga perspektivat afatmesme që Shqipëria të kapi hapat e rajonit. Pra, jo se ne jemi mbrapa, por rajoni ka ecur me hapa më përpara. Dhe të ndikojë dhe të luaj rol, të luftoj për një turizëm të diferencuar, por pa lënë pas dore dhe turizmin elitar, pasi turizmi elitar gradualisht duhet të formalizohet si treg, sepse është një nga pjesë sektorët e turizmit që jep më shumë të ardhura. Pra, konsumon vetëm 2% të kapaciteteve akomoduese, mbron ambientin, por siguron deri në 22 deri në 36% të gjithë të ardhura që vijnë nga turizmi. Pra, jo të heqim dorë nga turizmi i low cost, por të përqendrohemi dhe të ngrejmë zona të tilla, pasi Europa është pjesa më e rëndësishme e turizmit elitar
dhe parashikohet që brenda vitit 2035 kjo të ardhur nga turizmi elitar në Europë të trefishohen. Këto do të ishin pak a shumë ato kërkesat minimale që duhet të jetë parasysh për turizmin gjatë të paktën këtyre viteve të ardhshme. Zoti Topuzit, falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit. Shikues të nderuar të Fax News, ishim deri në këto momente me kreun e shoqatës operatorëve turistik Zak Topuzin, i cili foli në lidhje me çeljen e sezonit turistik pasi jemi në prag të kësaj çelje për të mirëpritur turistët e huaj, por jo vetëm. Në këto momente kalojmë në një hapësirë publicitare.